Në kuadër të ditës botërore të ndërgjegjësimit për autizmin në Shkodër lançohet aktiviteti Ngjyra që flasin ndryshe, një nisëm që shkon përtej fjalëve dhe kthehet në mbështetje konkrete për fëmijët në spektrin e autizmit. Në qendër të kësaj nisme janë vetë fëmijët të cilët përmes krijimtarisë punimeve artistike, pikturës dhe elemente të punuar me dorë, jo vetëm shprehin botën e tyre, por bëhen pjesë një zinxhiri solidariteti për bashkëmoshëtarët e tyre. Ngjyra që flasin ndryshe është një aktivitet i cili lindi nga një aktivitet tjetër në fakt, që është gratë që ndriçojnë, ku shumë gratë të qytetit të banen bashkë dhe gjatë diskutimeve dhe mosme që të krijojnë një aktivitet i cili ka në fokus fëmijët dhe të mundohena me një pak edhe disa fëmijë të cilët janë ndryshe dhe nuk kanë mundësi për me përballu terapitë. Terapisja zhvillimit dhe akraja nënvizon se për shumë familje përballimi terapive mbetet një sfidë e vështirë. Si profesioniste e cilat jam çdo ditë në vit parë në punën me fëmijë me çrregullim me të spektrit autik dhe jo vetëm, e di nevojën e madhe dhe rëndësinë e madhe të terapisë për këto fëmijë. Dhe gjithashtu kuptoj edhe vështirësitë ekonomike të cilat bëhen pjesë e një vështirësie akoma më të madhe në këtë raste. Prandaj terapia është shumë e nevojshme dhe është aktualisht e vetmja mënyrë dhe mënyra më e mirë se si këto fëmijë të rrisin aftësitë e tyre dhe të zhvillojnë pikërisht të gjitha aftësitë të cilat i kanë dhe nuk mund të zhvillojnë në kushte natyrale. Nëse siç e shihni ato bazhara të vogla me dashuri shumë të madhe. Kena vu fëmijët përballë fëmijëve. Ideja është që fëmijët sot me këto krijimet e tyre të bashkohen kësaj nisme. Unë kërkoj që secili nga prindërit të bashkohen nismës tonë, të sjellin fëmijët që të kalojnë një orë ndryshe, një ditë ndryshe dhe të bashkohen nëpërmjet artit, nëpërmjet kreativitetit. Aktiviteti fton të gjithë fëmijët të bëhen pjesë e tij duke nisur nga data 2 prill në orët e pasdites, ndërsa çdo produkt i realizuar dhe i shitur gjatë këtyre ditëve do të ketë një qëllim të vetëm, 100% të ardhurave të shkojnë për terapitë e fëmijëve në spektrin e autizmit.